Besimi në sistemin gjyqësor në këtë vend po mbahej gjallë me aparate. Rasti Talir 2-ja fiku aparatin publikisht, para gjithë opinionit. Lirimi Nikola Gruevskit në rastin Talir 2 dhe refuzimi konfiskimit të Pallatit të Bardhë është larg të qenit një epilog i pastër juridik. Kështu vlerëson Levica duke shtuar se rezultati përfundimtar ishte i njohur edhe para se të lexohej akt gjykimi. Prokurori i përgjithshëm i shtetit, Nenad Savesky, në një nga veprimet e tij të para pas marrjes së detyrës, i ahoqi kompetencat prokurores që për vite me radhë kishte punuar në lëndën Talir. Ky veprim nuk u mbështet kurrë me ndonjë argument të arsyeshëm, sepse nuk ekzistonte. Ky ishte largimi i pengesës së vetme mes VMRO-s dhe pronës për të cilën Mickoski qante pa turp para publikut. Levica pretendon se për VMRO-DPMN-i akuzuari Nikola Gruevski ishte çështje dytësore, pasi ndjekja penale ndaj tij gjithsesi do të parashkruhej. Sipas tyre fokusi kryesor ishte teselia e partisë. Edhe LSDM ndan të njëjtin mendim, se kryeministri Kristian Mickoski kontrollon gjyqësorin. Ky nuk është shtet juridik, ky është një sistem i kontrolluar në të cilin Kristian Mickoski vendos se kush është mbi ligjin dhe kush do të përndiqet, tha zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska, duke shtuar se akt gjykimi lirues për Nikola Gruevskin, kthimi i Pallatit të Bardhë i fituar në mënyrë të paligjshme nga VMRO, lirimi i Llatasit, janë dëshmi se sistemi i drejtësisë është vënë në kontrollin politik të Mickoskit dhe VMRO-DPMN-s. Твърде дека Македонија е лидер во регионот. Kjo është edhe një dëshmi e qartë se Kristian Mickoski drejton drejt për drejt prokurorinë dhe sistemin e drejtësisë. Nuk ka drejtësi, ka një gjyqësor të kontrolluar që shërben si mjet në duart e Mickoskit. Kur bëhet fjalë për persona të afërt me VMRO-DPMN-n ose me vetë Mickoskin, akt akuzat zhduken, procedurat dështojnë dhe akt gjykimet shndërrohen në amnisti. Rasti Talir 2 lidhej me dyshimet për ndërtimin e paligjshëm të selisë së VMRO-DPMN-s dhe financimin e saj të kundërligjshëm. Pas rigjykimit, Gruevski u lirua nga akuzat, ndërsa konfiskimi i objektit u bë juridikisht shumë më i vështirë. Ish prokuroria Lenqe Ristovska paralajmëroi se zhvillimet në këtë rast e kufizojnë mundësinë që prokuroria të kërkojë konfiskimin e pronës së partisë në një procedurë të veçantë.